Çfarë duhet keni parasysh kur blini një autovetur dhe procedurat e aktshitjes si bëni tek noteri? Afati për ta kthyer në emrin tuaj, pra për të ndruar pronësinë e autoveturës, është 30 ditë. Pra, kjo kontrata duhet çuar tek targat te DPRSH-ja dhe duhet ndryshuar pronësia, pra dorëzohet certifikata e vjetër dhe leja e vjetër e qarkullimit dhe merret leja e re. Nëse e shkelni këtë afat 30 ditor, merrni parasysh që do të paguni një gjop prej 100.000 lekësh ose 10.000 lekë të rinj. Nëse ky afat te i kalohet deri në 90 ditë, në 3 muaj pra, gjoba shkon në 20.000 lekë të reja, 200.000 lekë. Ndërsa nëse kaloni një vit pa e ndruar pronësinë, do të paguani 400.000 lekë. Si thoni, ja blen të paguash gjithë këto para për asgjë? Kështu që shpërndaje këtë video, bëj follow dhe kërko në përsirtar se mbase ke harruar edhe ti të pesh pronësinë e makinës.